Test. Po e lini nënën me duar në gji, po shkoni ju atje, koncert do të nërë. Unë jam Sinan Saliu, ju mirëpresim në koncertin. Përshëndetje Sinan. Përshëndetje. Mirë se ke ardhur. Mirë se kom gjetë, faleminderit për ftesën. I kem disa pyetje edhe kem qef me pos një bisedë. Sa më të lehta më mirë ka përsëri. Okej, mirë e ke. Rreth koncerteve i kem do pyetje, si erdhte kjo turne? Po, për kjo turne, mas pari duhet të kthehem pak prej fillimit të në varim. Domethënë, më në fund ka ardhur një kompani e mrekullueshme që ka emrin Albanian Sundowner. Bravo, që është pas me gabune këta që kanë menuar të thonë. Domethënë ka ardhur te koncepti i mrekullueshëm me kthy koncertin brenda koncertit. Jo me bë as klub as darsa mas një po me marr familjen me ul me shiu koncertin 2 orë edhe me pas knatësinë me e kthy diçka që për shkak kohës në cilën kem rënu në periudat ndryshme, kem kalu kem dosht me qitë prej lojes në një farforë me koncertin që është më katë, sepse me gjithat s'po du me kry këtë bisedën me kalzu qka është koncerti, se ndërkohë të flasim edhe na nëzirë fjallën që thënë, po populli jonë, në sidomos diaspora, ka nevoj për koncerte të mirë fillta. Okej. Kështu që ne do të bëjmë për herë të parë jo për herë të parë, se këta veç kanë fillu me shkanë qenë koncertet e mrekullueshme të Elitës 5, që janë shit biletat në fat rekord dhe njerëzit kanë qenë të stërknaqur me krejt mënyrën e organizimit, me performën e mrekullueshme të Elitës 5, cilët I përshëndesim se janë të mrekullueshëm. Dhe dhe me thonë, nuk qenë ka vështirë, veç është pak dëshira e një ekipit I cili u organizu shumë mirë për me mujt me pru në mënyrën më të mirë koncertin para publikut. Se cekë pak hera parë në Gjermani, kur o kanë? Hera parë? është Tasiri Skënderbeu. Hera parë, po, është viteve të 10-ta dikur, shumë më herët, kur ka qenë forma e koncerteve ka qenë ndryshe dhe pozita e kombit ka qenë ndryshe. Dhe me thonë, na se kem me periudha, jeta e shqiptarëve është me periudha. Kem periudhën e shpërnguljes, kem periudhën e dhunës, periudhën e luftës, se kështu çdo periudhë çdo kohë e ka borën e kohës dhe. Qa mund të presin foncat? Foncat mund me pritë se ka me qenë një orkestër I madh. Unë me 7 vetë do t'jem atje dhe do t'jetë një koncert me këtë këngët të periudhave, do me thonë, gjeneratave. Na kem gjenerata që na ndëgjojnë. Kem fat që kem këngë, këngë është më e vjetër se ai që e ndëgjon këngën. Dhe ajo është për mju për kul punës dhe publikut tonë të mrekullueshëm që e ka kuptu porosin që I kem pas na. Do me thonë, Peru, bëhet fjalë për Kthe Urini, për shembull. Po, okej. Kthe Urini është një këngë ku shprehet dhimbja e Kosovës ndaj sikur nonës ndaj fëmijëve të vet, kur fëmijët ikin të shkojnë. Po fëmijët s'kan ikë me dëshirë, fëmijët kanë ikë me për shkak mbijetesës, për shkak problemeve sociale, për shkak problemet e natyrës dhunës. Do të thonë, nuk është që ka dashur, kërkush don me shu shpirtin në shpinën e vet. Po kjo është që është dhe na tash gjeneratat janë rrit, po falë Zotit që edhe atje kanë dëgju muzikën tonë, do të I falënderu teknologjisë se në çdo kohë thash e mban kohën e vet dhe kemi mojt gjallë në ata neve. është një farë dashunire reciproke. Kështu që, më besoj që do t'jetë diçka që do t'i ndihmojmë edhe këngëtarëve tjerë, që ka Kosova ka këngëtarë të mirë, edhe do të provojmë prapë me bëni koncert secili për publikën e vet. Mirë shumë,
Vim qëtash edhe biset puna titullit e turnes, të CKPA, ka më shkojmë qëtash edhe, Po. edhe do pyetje tjera, sa do të gjath një koncert? Po një koncert, zakonisht, për mes me tepru është 2 orë. 2 orë. Po në varet shumë prej shumë faktorëve aty. Më thonë problemi është, na kem këngë edhe për 3 orë. Se mos me zgjatë edhe ma shumë. Po këtë varet prej, po 2 orë sigurisht 2 orë dhe ma 2 orë sigur të janë. Mos u kap një për fjallje jo me shtëperit. Po, ka me qenë diçka që besoj që kemi hap udhë për kërejt këngëtarë që janë të pregaditur, sepse në raport me regionin na jem pak mrapa, sidomos me Ballkanin. Ballkani shumë i organizu me diasporën e vetë, në këtë formë që po bojmë tasht, kjo është pak ma ndryshe, nuk është klub, nuk është dasëm, nuk është diçka që fillon një kongë, baron konga, përshëndetes me njerëz, e kallzon një histori të vogël, pse, qysh, krejt, kur është koha, kush e ka bo, do të mi falendëru dhe njerëz që kanë punu, që punojnë në këtë aspekt, sot që kanë punu për para, gjithmonë njeriu gjithmonë ka nevojë për njerëz dhe gjithmonë ka nevojë për ndihmë. Edhe unë gjithmonë e them, kur të bëhet një këngë, duhet me konë 3 njerëz të cilët anglisht thënë they have to click, duhet me ra në i di. Ai që shkruan tekstin, kompozitori dhe aranxhuesi. Normalisht edhe këngëtari. Kështu që kjo është bashkëpunimi mes njerëzve ka fryte. Po lidhëm që aty, qka prej tipi foncave? Se ta bona pyte me herët që presin për teje, po që prej tipi ty? Unë jem në shërbim eksperienca ta bjen jetën, ti shet qka po dojnë ata. Dhe më thonë, unë prej foncave ma këthy energjin që unë e kaloj të ata. Se unë kom përgjithësi shumë madhe, edhe gjithmonë trema nuk ku, për asyje se përgjithësia është e bazuar në trem. Ti bes me pas trem, s'ki përgjithësi, po s'ki përgjithësi, ti thu, hajtë si po bojmë na qëtojmë. Saksisht duhet me pas, edhe ato, publiku nuk rrehet. Ata e shojnë ekipër një metja e dole këtu, apo këto në shumë e rëndësie. Cilat këngë nuk do të mungojnë? Por aty duhet me pas gjedi për shkak opusit të madhë. E kemë shumë këngë, po prapë po thënë, ne do të mundohemi 2 bloqe, mi pas kohën e periudhës këthe horini, të janë këngë që të pavdekshme. Edhe sot i këndojmë në gjitha rastet, edhe eksperienca ti e sheh për i din tekstit ata, publiku. Ti këndon këngën edhe sheh që është shumë ma i ri që e thash ma i ri, shumë i ri se këngën dhe e din tekstit. Në më thonë, e ka kalu provimin, kjo këngë e ka kalu provimin. Shajo është kryesorja për këngëtarin, dhe më thonë, fruti që ke mbjell o rritë. Kështu që do t'i pojmë 2 bloqe, pe këngët e viteve të 80-ta, 90-ta, 2000-ta, dhe gjithmonë do të shkojmë, do të mundohemi. Në qëllimi që thonë është i mirë, do të besoj që, po besoj që ata kanë me kuptu tendencën tonë për me qenë edhe ata me neve në skenë. A kupton se ti me shpirë ti bjerë njerës në skenë. Jo me harë me ty. Nuk pithiro me hypë në skenë, jo, po. Një shumë. Qka pritni nga organizatori Albanian Sundowner? Organizatori, në qasin e pare, ku kuptu që është ndryshe. Edhe normalisht në bised me virusin, mikun tonë përbashkë, për shkak se ata kanë kalu të partë, sa di unë, me gabu, nështë po të partë e kanë kalu si një grup, rock grup, që është në skenë ka herë. Edhe ai i ka fjallët më të mira për organizimin, për arsye se edhe na jemi Evropë, jo është Kosovë.
Në vëllën pak ndryshe, çdo gjë është ndryshe, çdo gjë dihet 99%, 100% është veç deka, këtë tjera. Po normal, po. Kështu që çdo gjë është në dorë të organizatorit, është me kohë. E tash, gjithmonë mund me pas problemet vogla teknike, po ato janë problemet. A dhe ku ne kam i fjali dhe më shmirë më lodha, dhe pse? Se pushon më thënë. Po, direki. Gabon për mu përmisu. Po. Unë besoj tash se kjo është sikur kur të hecë në për një teren të panjohun, edhe makine e parë që e kalon, i ndihmon makinës dytë, mës me i pas problemet që i ka pas e parë. Kështu që na kem pak ma letë se virusi me elitën 5 e kanë kalu atë Amazonin, pyet e bashkëllu. Okej, mirë shumë. Figurativisht po folim se po për di. Pse vendosëm titullin Ktheu Rini për këtë toni? Po, që to thash se na duhet me i përfshi edhe është ideja organizatorit edhe ideja që unë shumë e përkroj është që t'i kthejmë njerëzit që s'kan pas mundësi me shku në për klabe. Ka njerë që dërë me ardhë, me familje mu ullë, me ndëgju koncertin, mës mi pengu as ti ati, as aj ty, as kërkush kërkujt. Për arsye se në për bare, në për këto klabet e natës, është ndryshë, është një dinamik tjetër, është një katrahur, një zhurëm, një aspije njeri së në mërë normal. Për arsye se është zgjedhja e moshës ma tre me menu që ashtu dhe musjela ashtu. Dire sa dikujt i ka menon, unë e respektoj gjdo gjendet njeriut ku ajnë e një knatësin e vete, kështu që kanë, e më përmëroj që i ka ardhë koha njerëzit me dalë me ullë në koncert dhe me shiu koncert. Mirë shumë. Personalisht për ty që do në me thonë kjo kongë? Po seher nuk ka shansë, do vëllon bashkëpunim me Naim Krasniqin dhe me Ivzi Krasniqin, do vëllon kjo është periudhë ku kjo është përshkrimi i kohës, se muzika është një ndër gjanat kryesorit të një populli që e mon. Na kemë folklorin fantastik, për shkak analfabetit kombit tonë dhe për shkak pa mundësive të informatës, në përmes folklorit është mojt historia, është përshkru dhe dashuria, po sidomos historia. Dhe më thonë, kjo është mirë na jem, në këtu kem pas mundësin edhe me figur, edhe me incizim, edhe me televizion, me pa që ajo ka qenë koha e shpërnguljes ma e madhe. Dhe dhe më thonë, kjo është një farë porosie ku prime shprazja ma e madhe e që asaj kohë është e vërtetume. Dhe kjo është qaj që në qatë periudhë, që ata që kanë dalë kanë lidë fëmijët gjeneratat, ndoshta është dhe gjenerata e tretë. Dhe është gjenerata e tretë ajo që kjo është arsyeja pse dhe Ktheu Rini titulli është që ka shru miku jam Ivzi Krasniqi Indiri, një ndër tekst shkrues më të mirë që kem pas dhe kjo është ajo që na ka shty me u bazu në këtë kongë. Në kjo ka me, nështë ta kena me fillu me këtë kongë, edhe kështë që me pas përkujtimet dhe me u fut krejt në një koncert përbashkët, emocional. E kemi edhe një kongë tjetër, fotografia. Ajo është masane për klubin, për gjeneratat më të reja, normalisht është një tekst i mrekullueshëm, një përpunim i kongës fotografia, ku është interesant që edhe sot e zgjatë, se ne kem përpunu pak më ndryshe, kjo është kongë e këndume, po kem përpunu pak më ndryshe. Edhe kjo është teksti një Sokol Marsit, një tekst ku e afron rinin, me nostalgjit e detit, e malit, njerëzve gjithmonë ju përkujton diçka. Me një dashur, me një gjithmonë konga ka një porosi. Aty është fuqia. Po, si ndërlidhet kjo me historinë e diasporës? Që po menon? Apo, kjo është histori për arsye se një kohë në Ulqin, kretë diaspora kanë ardhur aty dhe tingulli i parë kur ka filluar fotografia, kërejtje nga kënu, ty ke mujt me lëshu mikrofonin,
e krejt publiku ka këndu këngën. Do të thonë, ajo është që kur e dëm publiku, marrë muhabetit, thojmë na, nuk kemë të aty që ka flasin për arsye se e ka marrë këngën dhe e ka bo për vete, është për vetësim. Po. Do të thonë, ti ki plot këngë që janë për vetësu. Këngë të mira, mos me më hu. Po ka diçka një klik që është këtëp edhe shkan. Nuk ka spjegim. Pesha e një fotografisë, qysh është me krahasu me përpara e me sot? Qa po menon? është si kur puna e televizionit. Ki televizionin bardhëzi, mas dhe në ka ardhë color, mas dhe ka ardhë flat, e ta është e ki ndorë. Në pëllon, televizion jetë televizion. Edhe fotografia jetë fotografi, po se cili e merë për kohën e vetë, për nostalgjin e vetë, për diçka që i ka ndodhë gjatë kohë diçka, cila do që tjetë. Dashuni, një mramje, një gjithë jemi, si të dush, e ke pasë atë kanë kështë të mrapa, si kur me kanë ajo era shtytse që të ka këthy një nostalgjin diçka. Se cili e ka tregimin e vetë. Kështu që nuk kisha mujtë me thonë ma shumë për këtë për këtë punë, për arsye se prapë dhe nostalgjia është personale. E lidhja është se cili e lidhë për vetën e vetë. Qa po menon tash punat e fotografia, po edhe një me gjimtarit, qysh ka ndryshu koha me atëherë me sot? Po ka ndryshu koha se të mërgjimtarët tonë, mjerisht babalarët tonë edhe të mahershmit, kanë pas me vete mbijetesën. Ka shku dikon ku s'dim ku po shkan. Unë dash mi kry punë të materana, me vitet tona kanë majtë familjen këtu, familjen atje dhe familjen këtu. Dhe i kanë njëmu edhe politikisht Kosovës dhe me dhonë gjithmonë me mundësit brenda mundësive, kanë dhonë 3%, kanë dhonë dhe vendidja thret, kanë gjithmonë janë konë gata të dheut, dhe me thonë. Po fatmirësisht gjeneratat e reja nuk janë më krysit matë vrajt punëve të vrajta. Dhe me thonë, kjo është një dallim që unë e kom patash, kemi 3-3, që punojnë në institucione shtetnore të fillu prej policisë, prej bankave, prej të më thonë ka shku nivelli është rritë, të ju falë që atyne që dim se kanë shku atje, dhe më thonë, ata janë herojtë tonë. E kanë majtë Kosovën, e kanë majtë familjen, dhe më thonë, është diaspora e unë është e paprekshme. Unë vjem mu gërdit kur trajtohen njerëz në mënyrën, kjo është, sikur ajo shpreja kur ka përcen drinin e shon kalit. Kjo është, dhe më thonë, nuk ka diaspor ma të ndërydhën shpirtnisht se ajo, se jona. Dhe më thonë është turpi ma i madh që se dikush sot flet për diasporën, unë kam 3 vllazni jashtë. Edhe motorën pasë. Djerën, dhe me thonë, nuk kitë të drejtë. Me qëfar të drejtë, pse ti e liru, mu sjell edhe me folë gjanat të kota, për mu janë gjanat të kota, kështu që duhet me qenë shumë falenderu, sepse unë kom qenë pjesë. Flasë prej viteve të 10-ta. Prej 1968-ës, që në demonstratat e para. Deri në 1999 njën periudat ku pa diaspor s'ka mujtë me u bo as frimarje. S'ke pas buk me hangër, burë. S'ke pas buk me hangër. Këto për me një herë gjuhën, që në Amerikanë ka ma, ne. Okej, se cili ka njërën e të menumit vetë. Sa je budal ti kalzën vetë. Peshorja aty ku del njeriu dhe flet ato që vetën. Okej. Kthejmë apet të koncerte? Mas miri. Po. Përgatitja për turnen, aja ka fillu? Po, absolutisht. Edhe pse thuja se 70% veç që i kemi të mbarume, sepse janë këngë të ndëgjume, mirë, po është interesant asni
Asnjë qytet nuk reagon ndryshe. Unë e di Düsseldorfi është ndryshe, Minheni është ndryshe, Frankfurti është ndryshe, Zirihi është ndryshe. Unë këto i di krejt, i di cila publiku është më e flakt. Edhe kjo është, dhe më thonë, unë e 70% e di që parafërsisht, po thëmonë. Dhe na përgatitin e kemi po normalisht që s'diskutohet e punë se po veç me pasonu diçka, se thuja që e kemi të krym këtë po. Ti nuk vjen vetë, më do këtë? Ja. Jo. Ja. Sa vini? Na do të me 6 vjetë orkestre, do në 7 vjetë, do të tjetë orkestri, falni, do tjetë orkestri me djemë më të mirë që i kemi tash në Kosovë si muzicienta të mrekullueshëm, do të thonë, të pa diskutueshëm, nuk diskutohet. Si çunat të orkestrës, kështu që do të jetë instrumente, ashtu. Po prej jazzit, do të thonë, tuponave që i thojmë, gitara, bas gitara, keyboardi, violina, aty hinë harmonikat e krejt mundësit tjera, klarineti, kështu që një band për këngë tona që s'do të ketë asnjë mungesë. Asnjë mungesë. Kështu që do të njën besoj sikur në CD. Për që playback. Jo playback. Kur? Komplet live, ha? Kur? Mirë Se shumë. atë sa mirë është falë që për ndërprej. Atë ditë sa mirë është edhe me gabu, se je njerëzor. Nuk frika është po gabon. Pse? Punë e madhe ke gabu. Jem njerëz. Kanë gabu burshtetas dhe madh kanë marrë gabime politike, s'po gabojmë na një këngë, po nuk pajtohna. Kjo është ajo që unë kuptoj ndoshta disa pe frikës e kanë. Pe frikës e mos nuk po jo. Hec, gabo, se tu gabu mësohesh, mos me gabu. Po, mirë ki. Mirë shumë. Do pyetje personale? Po. Kur si nani ja ka fillu me këndu? Po, e është kohë shumë e hershme, qysh në kohën e fëminisë, kur kom qenë fëmi, domethënë për këndimet korale, na kemi pas në shkollën e Mendorat në Prishtinë, ku kori ynë ka zonë vendin e parë në Jugosllavi. Është interesant na kemi qenë në një mahallë, unë e Gili, Sabri Fizullahu, Ermali, krejt jem të një mahallës, sportistat i kemë më të mirë të mahallës, është diçka e kena thonë mahalla e shkrumave. Se u kom pak ma problematik në atë kuptim, që s'kam pas problem, as kam pas frikë, po kam pas edhe dëshirë për jetë, kam pas, nuk u konë në i farë fukarallak, dhe me thonë, po dëshira për jetë, perfekt. Nuk e frigohesh jetës, që është me gjezë dhe hecë, të shyrim që po pojmë, që është jeta, jo mu dorëzu, asë po bëj ka sëtë se po bjen shi, që a kime po, me reqatën së t'lakë, dhe bënajtë që bëna se po bjen shi. Në në problem që a këshim po angles, mës me jek mjekën. Kishë rosh italjetët. Konga parë, që e ke këndu? O, janë kongë të muzikës të letë janë ato. Në radio televizion e Prishtinës, dhe unë e kom kuptu që muzika letë është pak ma problem ka qenë, sepse në balkonin perëndimor, muzika popullore, është ajo që gjithmonë ka ndiku dhe ka me ndiku dhe nuk është... Tash ndikimi është prej tërgjve, nuk muj se 500 vjetë robi nuk është hajgare, ka probleme shumë. Kështu që muzikën popullore e ndjejmë, na. Ndryshe e ndjejmë, në thonë se jem ritme, a kem pas, nuk kem... Për që ato, po këthejnë në fillim bisetës, atë folklori ka qenë aj që e ka mbajt, dy telat që të lisë e ka në mbajt, dhe vëdhën ka kënu, ka dhe kongë parodike fantastike që janë marrë me humor. Parodia është pjesë ku ka satirë dhe humor. Stërgjë shqitan kanë kënu dhe kapuqetin, kanë po shiftelin si pusht, edhe si informatë, si liber, e ka përshkru, do njerët të egzagerume, po e ka përshkru mirë, ka përshkru shumë mirë. Shtu që dhe më thonë ajo është një pjesë ku ti je zhvillu me dy telat shiftelis, po, dhe më thonë me met aty. Edhe me për vite jem zhvillu. Bile na, që jem të shkelur. E kem të kalu vetën. Kjo është sikur ajo Barcoleta, që thaj, qa qëheret po qona për
për takoj vetën në shkollë të zbrit. Për lidhëm në ashtë me këtë përgjigje që ma dhe, kush është për ty ikona e muzikës shqip? Ka shumë Tunis, për shembull ki pas Qamili vogël, Nexhmia Pagarush është pjesë e kohëve tjera, cilët e kanë trajtu muzikën shumë më mirë se në tasht. Kam pas guximin me u fut për shkrimi të jetës, gjithmonë, po them se kur thom për shkrimi i jetës, gjithmonë duhet me kuptu kur me nda kënga patriotike, sociale, kënga dashurisë, kënga e përshkrimit të momentit jetës. Do me thonë, ka njerëz, për shembull kam Dervish Shaqaj, ka mënyrën e të menumit ndryshe, ka shku prej Shqipënisë, kur Kosovë ta ktheva shpinën, e lash breshën gjeta dimën, do me thonë kjo është përshkrimi i kohës ku njerëzit kanë gjetë formën për me mbjetu. Edhe kanë përshku, për çdo janë ikona, janë të paprekshëm. Mos e vim të këngëtarët gjenerata ma të vëshme kem, të sash Nexhmia Pagarusha, Sabri Fizullahu, kem pas Bedri Islamin, njerëz të muzikës të letë, dhe me thonë shumë. Për këto gjenerata tjera, se cili ka punën e vetë, po ti gjithmonë ki pas, diçka ki pas Ismet Pejen, një njeri që le ka trajtu mjaft mirë muzikën e Shqipënisë, Mesmet Bartun, në këtë pjesë tonë këtu. Kështu që, po menoj, ka shumë individ që nuk kisha me cek një dhimonin e në leja, din mes me thonë. Kështu që, se cili mënyrën e vetë, se në kohrat kanë të ndryshme kanë qenë. Kohrat, kur kanë jetu, koha u ka ndryshme. Kështu që, prapë gjithmonë është e fjalia e popullit, çdo kohë e ka kohën e vetë. Okej. Kthejmë petë ti, me kanë sinoni me të thonë me përshku si një film. Çfarë gjanre të ishe? Unë e më gjenata me e nemën, që se këshia dhe ashtu, do me thonë. Unë kur kom lidë bo tërmetin shku, po dek John Kennedy e kanë vrarë Marilyn Monroe. U vrarën, ka vdek me një vrarën, e kanë vrarë Kennedy. Dhe me thonë është periuda ma e keqe e Kosovës, e kombit, vitet e 60-ta, dhe i vitet e 90-ta, dhe me thonë dhe i 99-tën, shqiptarët në kanë pas dy probleme. Në bjetesin, që është gërbeti, edhe lirin. Dhe thonë, këtu janë dy gjana që shqiptari i ngratë, kur u qunë më gjes, e ka pas me veti. Si e qunë më gjes, prej viteve 60-ta, këndena, kur ditë luntën s'ke pas. Kemi mbirë tu ju falenderu gjenezës të vjetër që e kemë, që po delë që për e mejshim koni lirë, se dhe mos kemi si mbarë sigur, që kemi të kalu kretë okupimet, sidomos 500 vjeqarin me Turqit edhe 100 e kusur vjetë me këta tjerë, mës të përmeni jemin, edhe kjo është periudhë shumë e madhe për me mbjetu. Me mbjetu, me mbjetu kohnave. është problem. Nuk e di qysh që kemi arrit edhe për e vitit 2000 ne kemi një eksplodim politik, ekonomik, kulturor, kemi gjona tash për një kombit ka shtë vogël të i habit botën për arsye se që kjo është qajo që karma, në kuptimin e mirë që është këthy edhe ty që pëthojnë edhe në plajtona nga njerë thëmë është shekulli shqiptarëve. Okej. Cili është talenti më i madh mas muzikës? Po, unë kam lujt mirë basketball, kam lujt mirë ping-pong, kam lujt mirë futball, po, kur i qëtë peshore, muzika, dhe peshore që është, muzika që shpete e mund të qona tjera, kështu që nuk më me folë për atë punë, sepse muzika, kur e merë ti muzikën dhe të merë muzika ty me seriozitet, harraje që ke mujtë me boti shka, harraje, nuk mundësh, është, s'po di, opium. Okej. Kush një ma mirë ty si person? Familja, apo si shok, me thonë? Jo, familja ka pas tolerancë.
familja është ajo që tolerancë, megjithatë jeta jonë lypi viktimizim. S'mund është ti me pas këtë jetë, nëse me pas dikon mbrapa që të rinë me të përkrah. Ajo është gruaja më e para, për arsye se vështirë është me duru një njeri që sa vjen e lën valigjen, e ndron valigjen edhe shkon dikun tjetër. Ose mos me pa fëmijën tonë të urrit. Këto janë kërrejt ato problemet e jetës si tjerë si shohin, që s'ka nevojë mi pata, s'u edhe që interesant e këna mrama, që është jeta jote, e interesant të si artist. Edhe aty është problemi saj që ti nuk kishe mujt me bijetu, ose veç me qenë vetë nuk i preferoj kërkujt me qenë vetë, shpak ma vështirë, shtu që mas në shoqënia është gjithmonë ata që, sidomos ata që të kritikojnë janë më të mirët. Po jo me të kritiku pa bazë dhe pa argument. Gjithmonë baza do të me qenë argumenti. Ta shti bona ko do pyetje, po një pyetje ti me mujtë me bo vetës, cila pyetje shkon? Me bo peqet intervist edhe... Kur po nalësh? A kini përgjigje? Jo. Jo? Ja, se muzika është... Nuk... Momenti më e keq që njeriu të është kur njeriu mendon që është realizu. Në gjithë mendoj që është edhe një këngë e mirë, më shef dikun për mu. Okay. Edhe kjo është çaja që ty të shtynë për para, se ti do me punu. Nuk dërzohesh në kuptimin e mirë të fjalës, pa shit me. Gjithmonë mendon që ki këngnu veç edhe një këngë kish me ardhur. Me mujt mi shti krejt një vend. Problem është e punë, po na gjithmonë shpresa na morën. A mujna si Fonca me prit edhe në ndonjë këngë të re o album? Po patjetër. Do të jenë, sidomos do të vinë dy duetet mrekullueshme. Me Aurela Gaçeni është dhe me Nora Estrefin. E kena përsërit gabimin. Okej. Në vëdhanë kemë bërë një këngë të mrekullueshme edhe me Aurel një këngë jashtëzakonisht e mirë. Shtu që s'po thojmë si kanë zakon këtë këngëtarët kur dalin hit. Nuk jeti që i zgjedh ato, gjithmonë ti e të bo diçka për me thonë tjetër për ty, diçka jo ti për ata. Në vëdhanë, ti dush me koni kujdesshëm me palu mirë këngën, kuptimin artistik e a hec as hec, publiku është ai që vendos. Okej, mirë shumë. I kem do pyetje të shpejta, veç një përgjigje më jap. Hajt, Pasol Azushi, Pasol. Kosova, Amerikë, Kosovë. Ver Adimer, Vjesht. Se kishtë një dhe vjeshtëm. Shokolata Çipsa, Çokoladë. Deti Amalet, Malet. Shqip anglisht, Shqip. Qyteti a fshati, Fshati. Vetura a bicikla, Bicikla. Ronaldo a Messi, Messi. a të... Messi. Ja, okej. Majica Kmish, Messi. Se po mëron që Ronaldo. Mati sukseset, gollat, çka dush, Mati. Peshore është e, falë, ha? Ka talentin ai po. Kmish. Bravo. Faleminderit shumë Sinan. Gëzohemi. Faleminderit për ty që ke gjetur kohë për këtë intervistë. Faleminderit.